Rëma dhe mirë se veni në edicionin e së premtës të emisioni 60 minuta. Deputeti i PD-s Ferhat Çalla do t'jetë pas pak me ne në studio me cilin do të flasim për zhvillimet që ndërlidhen me paralemrimet për ngritjen e çmimit të energjisë nga ana e zërës dhe gjithashtu për tarifat e administratës Trump nga të cilat u prek edhe Kosova. Apritet përballemi me ngritjen e inflacionit e ngritjet të çmimeve nga të gjitha këto zhvillime i diskutojmë pas pak në studio përmes kësaj interviste. Por si zakonisht në fillim lajmet kryesore ditës. Me homazhe nderime shtetërore rivarosën Eshtra të 10 viktimave të masakrës së Kralanit, 26 vjet pas luftës, mbi 1500 persona vazhdojnë figurojnë si zhdukur. Gjatë vitit të kaluar u ngritën 14 akt akuza për krime lufte. Mungesa e bashkëpunimit juridik me Serbinë shihet si sfidë për krimet e luftës në Kosovë. Komiteti Olimpik i Kosovës i shqetësuar për heqjen e flamurit të Kosovës në Beograd, i kërkon sqarime UEFA për këtë veprim. Kina i kundërpërgjigjet presidentit amerikan Donald Trump, vendos tarifa shtesë prej 34% për të gjitha mallrat amerikane. Me nderime shtetërore, homazhe janë rivarosur mbetjet mortore të 10 viktimave të luftës që ishin në listën e personave të zhdukur, të identifikuar së fundmi nga mbetjet mortore të zhvarosura nga varrezat masive në Bishtazhen të Gjakovës. Ceremonia rivarimit të martirëve Adem Gashit, Sahid Gashit, Bekim Hasanit, Sheremet Ismailit, Osman Fejzës, Shkëlzen Hajdarajt, Bekim Gashit u bë në kompleksin Memorial Kodra Kuqen në Grabanis të Klinës, ndërsa në varrezat në Jashanis të Klinës u rivarosën eshtrat e Myrdajt. Rivarimi i viktimës Vebi Halilaj u bë në varrezat e fshatit Llapllaqel të Malishevës, ndërsa mbetjet mortore të mentor Kryeziut u rivarosën në Buaves të Malishevës. Rivarimi i mbetjeve mortore të Sabedin Kryeziut ishte bërë më 21 mars në varrezat e fshatit Mleqan Malishev. Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Komisionit Qeveritar, 1588 persona ende figurojnë në listën e të zhdukurve me dhunë, ndërsa në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë edhe rreth 300 mbetje mortore vazhdojnë të pa identifikuar që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Mungesa e bashkëpunimit juridik me Serbinë dhe të lashët me përkthyesit në gjuhën serbe janë disa nga sfidat me të cilat po ballafaqohen gjykatat e Kosovës në trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Kështu u tha në tryezën e rrumbullakut të organizuar nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë. Në këtë takim u publikua edhe raporti me titullin Gjykimet për krimet e luftës në Kosovë, me çka ende ballafaqohen këto procese, ku si hap pozitiv paraqet rritja e akt akuzave për dhunimet seksuale që kanë ndodhur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Zëvendës Ministri i Drejtësisë Vegan Qorolli u shpreh se kriminalet e luftës në Kosovë duhet të vijnë para drejtësisë. Ai tha se tani Kosova ka infrastrukturë ligjore për trajtimin e rasteve të krimeve të luftës. Ameralia nga Fondi për të drejtën humanitare ka konsideruar si hap pozitiv rritjen e akt akuzave për dhunimet seksuale gjatë luftës në Kosovë. E kryetaria e gjykatës themelore në Prishtinë, Albina Shabani Rama, tha se departamenti special ka shënuar progres në trajtimin e lëndëve të krimeve të luftës. Udhëheqësi i departamentit për krime të luftës pranë Prokurorisë Speciale Elir Murina bëri të ditur se gjatë vitit 2024 kanë ngritur 14 akt akuza ndaj 25 personave për krime lufte. Edicionin e vazhdojmë me informacione të tjera. Komiteti Olimpik i Kosovës ka kërkuar sqarime nga UEFA për heqjen e flamurit në Kongresin e 49 të enjtën që u mbajt në Beograd. Serbia të enjtën gjatë ditës nuk e lejoi Kosovën që të paraqitej me simbole shtetërore duke hequr flamurin shtetëror. Një ditë më pas ka reaguar Komiteti Olimpik i Kosovës që ka shprehur shqetësimin për veprimet e marra në ambientet e Kongresit të UEFA-s. Komiteti Olimpik i Kosovës shpreh shqetësimin dhe indignaten e thellë për veprimin e papranueshëm të heqjes së flamurit të Kosovës në ambientet e Kongresit të UEFA-s, i cili u mbajt në Beograd të Serbisë. Edhe më shqetësues dhe i turpshëm është fakti që flamuri i vendosur në mesin e flamurive të shteteve të tjera përfundoi në duart e huliganëve, të cilët më pas e dogjën përpara ambienteve ku po mbahej Kongresi, ka shkruar komiteti në këtë komunikat. Pas përfundimit të Kongresit të enjtën reagoi edhe Federata e Futbollit të Kosovës, që ka këmbgulur se Kosova është paraqitur me simbole shtetërore.
Oda ekonomike amerikane dhe Oda ekonomike e Kosovës kanë shprehur mbështetje për thirrjen e presidentes Vjosa Osmani drejtuar qeverisë së Kosovës që t'i pezullojë tarifat e importit për të gjitha produktet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Oda amerikane ka kërkuar që qeveria e Kosovës të miratojë një aranzhim të njashëm preferencial tregtar me Shtetet e Bashkuara, duke hequr tarifat doganore për produktet amerikane. Një veprim i tillë thuhet se do të ishte një hap i rëndësishëm largpamës që tregon zotimin e Kosovës për tregti të lirë dhe të ndershme. Oda ekonomike e Kosovës ka vlerësuar se thirrja e Osmanit e fuqizon thirrjen e tyre për pezullimin e tarifave doganore për mallrat amerikane dhe nënvizon rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ekonomike me SBA-t. Gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, administrata tatimore e Kosovës ka realizuar të hyra tatimore në vlerë prej 254,6 milion eurosh, duke shënuar rritje prej 18,3 milion euro krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Sipas ATK-s, rritja vjen si pasojë e përmirësimit të shërbimeve për tatimpaguesit, reformave të ndërmarra dhe rritjes së transparencës në administratën e tatimeve. Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe lehtësimi i procedurave ka ndikuar drejt për drejt në përmbushjen e obligimeve tatimore nga tatimpaguesi, thuhet në një njoftim të këtij institucioni. Tutje ATK-ja ka thënë se do të angazhohet vazhdimisht në dialog të hapur me bizneset për të adresuar sfidat dhe përmirësuar përmbushjen tatimore. Një pjesëtar i policisë së Kosovës ka vdekur sot në orët e pasdites në Prishtinë. Policia ka bërë të ditur se ndonë se ka elemente të vetvrasjes ka nisur hetimet për këtë vdekje. Mbështetur në informacionet e para nga vendi i ngjarjes, pavarësisht se ka elemente që sugjerojnë për vrasje, policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen dhe me kujdes të shtuar po shqyrton të gjitha aspektet e rastit për ndryshimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje tragjike, thuhet në njoftimin e policisë. Vdekja e pjesëtarit të policisë në moshës 47 vjeçare u konstatua në vendin e ngjarjes në rrugën Ahmet Korenica në Prishtinë. Është dhënë fjala përfundimtare në procesin gjyqësor për krime lufte ndaj ish-gardianit Dragisha Milenković. Prokurori kërkoi dënimin pasi theksoi se gjatë procesit gjyqësor janë vërtetuar akuzat se ai maltretoi gjatë luftës të burgosurit shqiptar, ndërsa i akuzuarit dhe avokatët e tij thanë të kundërtën. Ish-gardiani serb që punoi gjatë luftës në burgun e Lipjanit dhe në atë të Prishtinës, Dragisha Milenković, e ka bërë paraqitjen e fundit në gjykatën themelore në Prishtinë, para se të shpallet akt gjykimi në lidhje me akuzat për krime lufte që rëndojnë mbi të. Milenković akuzohet se në bashkryerje në mënyrë sistematike ka maltretuar të burgosurit shqiptar. Prokurori special Adej Dema gjatë fjalës së tij përfundimtare i propozoi gjykatës ta shpallte akuzuarin fajtor dhe ta dënojë Milenkovićin. Vërtetuar në mënyrë plot. Utvrđena nuk po pronaći Si akuzuari. da je optuženi Në bashkëkryerje u sajzu przeważnie edhe me SPAK-u 3 të tjerë, për cilët ka vendim për fillim të hetimit. Për të cilët ekziston akt vendim për fillim të hetimit. Ka kryer vepra penale si në akuz, duke u vërtetuar në tërësi vendi, koha vreme dhe mënyra e kryerjes i këtyre veprave penale. Dema tha se për veprën që Milenković akuzohet, edhe dëshmitarët kanë treguar para trupit gjykues. Nga shumica dërmuese e tyre od većina njih kemi dëgjuar smo čuli se po, ky është ai Dragisha Milenković, da ovaj je taj Dragiša Milenković i cili neve na ka maltretuar, qoftë fizikisht, qoftë psikisht. fizički. Shumica e tyre Većina njih e kanë identifikuar su prepoznali si njërin nga personat i cili nuk ka pas sjellje korekte ndaj tyre. E për ma tepër, a za šta više, dhunën e shfaqur, znači nasilje, gjithmonë sipas atyre që i kemi dëgjuar këto, znači stalno e ka manifestuar në vazhdimsi. Si kemi dëgjuar. E akuzuar e Milenković tha se nuk ka kryer asnjë krim. edhe po ta bëje, edhe po ta kryje këtë vepër penale, a ja thonin do nis. E unë vërtetoj që nuk e kam bërë, i mund tim svoj avokat. E kam ekipin e avokatëve të mi. Nikad se ne bi zapravo svoj djetë. Kur nuk do betohesh në familjen e mi. Mendim të kundërt nga i prokurorisë kanë dhënë edhe avokatët e të akuzuarit. Ata kanë kërkuar lirimin e Milenkovićit. Kjo është akt akuz pa asnjë provë materiale,
Материални докази не е било немогуće pribaviti, Provat materiali nuk ka qenë e pamundur që të sigurohen, ali tužilaštvo ih nije dostavilo. por prokuroria nuk i ka dozuar. Sipas aktakuzës së ngritur në dhjetor të 2023-s, Milenkoviqi në cilësinë e gardianit në burgun e Prishtinës dhe në atë të Lipjanit, në bashkryerje e në mënyrë sistematike, i ka maltretuar të burgosurit shqiptar gjatë viteve 1998-99. Në seancën fillestare, ai është deklaruar i pafajshëm për krime lufte, ndërsa ka pranuar fajsinë për armbajtje pa leje.